e një figure e tillë shquar me gjithë kompleksitetin e tij është ajo e kompozitorit Mark Kaçinari, i cili preokupim kryesor në jetën e tij pati artin muzikor në të gjitha trajtat e tij. Që kjo piano ka qenë në këtë dhomën tjetër për ditën e pavarësisë Shqipërisë, 28 nëntori, ai ulke në piano, na gjithë e këndojshim himnin. Marku dha në formë koncerti operën e parë kosovare Goca e Kaçanikut, të kompozitorit Rauf Dhomi. Për 17 dhjetorin e pavarësisë së Republikës së Kosovës, në koncertin solem u interpretua dhe suita i lire.